Një moment i pazakon u regjistrua gjatë një koncerti të këngëtarit të njohur të muzikës popullore, Ylli Baka. Teksa ishte duke performuar në skenë, artisti u godit nga një objekt i hedhur nga publiku, duke shkaktuar reagime dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale. Çfarë ndodhi, sipas pamjeve të shpërndara online? Gjatë interpretimit të një prej këngëve të tij më të njohura, drejt skenës u hodhën lule. Në një moment, një prej tyre e goditi këngëtarin, duke krijuar idenë e një incidenti të qëllimshëm. Megjithatë, burime pranë organizatorëve bëjnë me dije se nuk ka pasur asnjë akt dashakeqësie, traditë dashamirësie. Hedhja e luleve në skenë është një formë tradicionale e shprehjes së admirimit. Veçanërisht e njohur në kulturën greke, ku gjatë performancave artistët mbulohen me lule si shenjë respekti dhe entuziazmi nga publiku. Kjo praktikë është parë shpesh në koncerte dhe mbrëmje muzikore në Greqi dhe në evente me influencë nga kultura greke. Në këtë rast, duket se veprimi ka qenë në frymën e kësaj tradite dhe jo një sulm ndaj artistit. Reagimi deri më tani. Ylli Baka nuk ka reaguar me shqetësim dhe ka vijuar performancën normalisht, duke e kaluar situatën me profesionalizëm. Fansat kanë theksuar se momenti është keq interpretuar dhe se atmosfera në koncert ka qenë festive.